I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Ky projekt ligj është një hap i radhës në përpjekjen për të ndërtuar një treg më funksional dhe më të drejtë për shërbimet në Shqipëri, i lidhur drejt për drejt edhe me rrugën tonë të integrimit evropian dhe me detyrimet që kemi marrë në këtë proces. Ligji i vitit 2016 ka pasur rëndësinë e vet në kohën kur është miratuar, por sot jemi në një tjetër fazë zhvillimi, ku kërkohet më shumë qartësi në rregulla, më shumë përputhje me standardet e Bashkimit Evropian dhe mbi të gjitha më shumë efektivitet në zbatim. Për këtë arsye është zgjedhur një qasje më e plotë përmes një ligji të ri, i cili synon të përmirësojë kuadrin ekzistues dhe ta bëjë atë më të qartë dhe më të zbatueshëm në praktikë. Gjatë zbatimit të deritanishëm janë evidentuar disa nevoja konkrete, sidomos në drejtim të unifikimit të procedurave dhe shmanges së paqartësive që mund të krijohen në interpretim. Ky projekt ligj vjen për t'i adresuar këto, duke vendosur rregulla më të qarta dhe duke krijuar më shumë siguri për çdo operator që ushtron aktivitet në këtë fushë. Nga ana tjetër, ky projekt ligj lidhet drejt për drejt me përmbushjen e detyrimeve që Shqipëria ka në kuadër të kapitullit të 3 të akuis të Bashkimit Evropian, që ka të bëjë me të drejtën e vendosjes dhe lirim për të ofruar shërbime. Kjo do të thotë se nuk bëhet fjalë vetëm për një ndryshim të brendshëm, por për një hap konkret në procesin e integrimit. Në këtë kuptim, përafrimi me standardet evropiane në fushën e shërbimeve është i domosdoshëm dhe i pashmangshëm, nëse duam që tregu ynë të jetë pjesë e një hapësire më të gjerë dhe më konkurruese. Një element i rëndësishëm i këtij projektligji është edhe thjeshtimi i procedurave dhe forcimi i digitalizimit. Në këtë drejtim, përdorimi i platformës e-Albania dhe funksionimi i pikës së vetme të kontaktit në të krijon mundësi reale që procedurat të kryhen në mënyrë më të thjeshtë dhe më transparente. Po ashtu, projektligji ruan një balancë të rëndësishme midis lirisë ekonomike dhe mbrojtjes së interesit publik. Hapja e tregut dhe rritja e konkurrencës janë të domosdoshme, ndaj ato duhet të shoqërohen gjithmonë me garanci për sigurinë, shëndetin dhe mbrojtjen e konsumatorëve. Në fund, ajo që ka rëndësi është që të kemi një kuadër ligjor që funksionon realisht, që krijon besim dhe që i shërben zhvillimit ekonomik të vendit, duke afruar Shqipërinë në mënyrë konkrete me standardet e Bashkimit Evropian. Ky nuk është thjesht një ndryshim ligjor, por një hap konkret përpara në rrugën tonë drejt standardeve të Bashkimit Evropian. Është një dëshmi që procesi i integrimit nuk mbetet vetëm në deklarata, por përkthehet në vendime dhe reforma reale. Është përgjegjësia jonë ta çojmë përpara këtë proces me seriozitet dhe me rezultate konkrete në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit të vendit. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Xhelar Mziu. Nuk ndodhet në sallë. Zoti Blendi Himçi. Nderuar kryetar, nderuar koleg, deputet, ky projekt ligj nuk mund të trajtohet i shkëputur nga realiteti i ofrimit shërbimeve nga administrata qendrore dhe lokale, sepse nëse shohim gjendjen aktuale, ajo është përkeqësuar dhe qytetarët janë të detyruar të paguajnë korrupsionin për shërbimet që jo vetëm nuk përmirësohen, por degradojnë dita ditës. Nuk ka sektor që ofron shërbime që të mos jetë i shoqëruar me korrupsion. Rrushfeti është kthyer në një institucion për këtë qeveri. Kryeministri tashmë ka pranuar dhe ka pretenduar që është kthyer në një kulturë popullore pjesa e korrupsionit. Por le të ndalemi në disa momente të ofrimit të shërbimeve. Kryeministri pati deklaruar që procesin e legalizimit do ta mbyllte që vitin e parë. Jemi pas 14 vitesh dhe vazhdon procesi i legalizimeve të jetë një vatër korrupsioni në ofrimin e këtij shërbimeve. Pse them këtë? Me një VKM të qershorit 2024
sigurisht qeveria ja delegoi për kompetencë dhe për të asistuar dhe ndihmuar bashkive ku të ngrishin një sektor të posaçëm për përshpejtimin e procesit legalizimi. Dhe sigurisht që në çdo bashki u ngrit në qershor 2024 për të ofruar shërbime gjatë fushatës zgjedhore. Dhe kjo histori me kryepleq të fshatrave ku në bashkëpunim me administratën e bashkisë ofrohej procesi legalizimeve në këmbim të votave të qytetarëve për të votuar Partinë Socialiste. Dhe ky ishte thelbi, do të thoja, i korrupsionit elektoral që mund të ndodhte nga vetë qeveria. Sigurisht, ky proces po vazhdon dhe degradohet akoma më shumë. Një aspekt tjetër janë shërbimet online. E keni tundur gjatë gjithë kohës që shërbimet online, i kemi shtuar shërbimet online. Të marrim pak aspektin historik shërbimeve online. Sa po erdhën të pushtet, ngritet një agjenci që ishte Adisa. Dhe sigurisht ofronte shërbime online. E mbyllët Adisa dhe kaluat në shërbimet e e-Albanias. Vazhduat me shërbimet e e-Albanias dhe përsëri ktheheni te shërbimet jo më te Adisa, por ja delegoni si asistencë për të ndihmuar bashkive, ku do të ketë një sportel posaçëm për të ofruar shërbimet online për qytetarët të cilët nuk e kuptojnë shërbimin online. Dhe kjo nuk ndodh përsëri rastësisht. Kjo ndodh pikërisht sepse hyjmë në vitin e fundit elektoral. Dhe një nga mënyrat e ofrimit të shërbimeve është që përsëri të përdoret për korrupsionin elektoral. Furnizimi me ujë, një shërbim tjetër i cili le për dëshiruar, janë me gishtat e dorës bashkitë që ofrojnë 24 orë ujë. Nuk po flasim për tarifat e larta, por ajo që dua të konstatoj sot është që në pjesën më të madhe të historikut se si ofruajnë këto shërbime, fillimisht qendërtuar shoqëritë aksionere për sa i përket çështjes së ujësjellësit si me kapital të gjitha shtetëror. Më pas juve kaluat në një moment tjetër në aspektin e decentralizimit të funksioneve nëpërmjet reformës territoriale dhe ja kaluat bashkive. Sigurisht edhe aty e kuptuat që dështuat në shërbimin e ujësjellësave, ku nuk ofroi as pak një shërbim pozitiv për qytetarët. Dhe sot ka kaluar në një fazë tjetër ky lloj shërbimi, duke krijuar një agjenci të madhe kombëtare për aspektin e ujësjellësit pranë kryeministrit. Po që edhe ky nuk po vepron, as nuk po i shërben qytetarëve, përsëri ka problematika nga më të thelluarat në aspektin e shërbimeve. Le të vazhdojmë në tutje. Në administratën lokale, çfarë shërbime ofron sot administrata lokale? Për një leje ndërtimi, pa diskutim që duhet kesh mik kryetarët e bashkive që të marrësh leje ndërtimi për të ndërtuar sot. Por qoftë edhe për një mur rrethues apo për një çati, procedura bëhet aq e vështirë, aq burokratike, për arsye sepse duhet të jetë lidhur ngushësisht me korrupsionin dhe rishvetin. Dhe ky është thelbi kryesor për sa i përket aspektit të rishvetit.